Me shpërthimin e luftës në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 1992, Sarajeva u vën nën rrethim nga forcat agresive serbe nga data 5 prill 1992 deri më 29 shkurt 96. Pra gjithsej për 1425 ditë, gjatë gjithë kësaj kohe, qyteti u bombardua rënd dhe u vu vazhdimisht në shenjesër të zjarrit të snajperëve nga pozicionet e forcave serbe. Gjatë rrethimit u vran mbi 1500 civil, më shumë se 1600 prej tyre ishin fëmijë. Që nga fillimi i rrethimit, forcat agresore u përpoqën ta ndanin qytetin në disa pika kritike për ta vënë plotësisht nën kontroll. Megjithatë, fal ushtrisë së Republikës së Bosnjë-Hercegovinës, policisë dhe rezistencës së organizuar civile, zona strategjike të Sarajevës u mbrojtën dhe rënia e qytetit u parandalua. Edhe pse kanë kaluar 30 vjet, plagët e këtij rrethimi ende nuk janë shëruar. Dëshmitë e reja të publikuara në vitin 2022 në dokumentarin Sarajevo Safari të regjistruarit sloven Mirko Zupanić zbuluan një aspekt të panjohur sa duhet të rrethimit. Në dokumentar u paraqitën pretendime serioze se gjatë rrethimit, persona të pasur nga vende të huaja vinin në qytet dhe me pushkë snajperi për çejf synonin dhe vrisnin njerëz të pafajshëm. Megjithse këto pretendime janë rikthyer në vëmendje përmes dokumentarit, ato në të vërtetë janë shumë më të vjetra dhe datojnë që nga vetë periudha e luftës. Arsyeja pse sot këto akuza po artikulohen më fuqishëm është se persona që atëherë ishin dëshmitar okular kanë filluar më në fund të flasin. Gjetjet e para lidhur me këtë çështje dolën në pah në vitin 93 nga deklarimet e një ushtari serb të kapur nga inteligjenca ushtarake e Bosnjë-Hercegovinës. Sipas rrëfimit të këtij ushtari, këta persona nuk ishin të aposionor pas armëve që vinin të shtinin në poligon, por individ që paguanin para në këmbim të mundësisë për të qelluar mbi civilët brenda qytetit në bashkëpunim me milicit serbe. Sipas të dhënave të transmetuara nga oficeri i inteligjencës Edin Subašić, për çdo viktim ekzistonte një tarif e caktuar. Çmimi ndryshonte nëse viktima ishte e rritur, grua, fëmijë, shtatzan apo ushtar. Vrasësit që merrnin pjesë në këtë ashtu quajtur safari preferonin veçanërisht të shënjosrin fëmijët, sepse ndërsa vrasjet e të rriturve tashmë nuk pasqyroheshin gjerësisht në media, vrasja e fëmijëve kishte gjasa më të mëdha të bëhej lajm. Subašić tregon se gjatë shërbimit të tij në njësinë e inteligjencës së ushtrisë së Bosnjë-Hercegovinës, ai ja kishte përcjell këto informacione dhe dëshmi e prorëve të tij. Madje i kishte informuar edhe shërbimin italian të inteligjencës SISMI. Sipas tij, SISMI kishte analizuar disa korridore të trafikut ajror dhe kishte identifikuar rrugët nga të cilat organizoheshin këto safari, duke menduar se këto ture ishin ndaluar. Subašić thekson në dokumentar se këto pretendime nuk janë në imagjinat, por mbështeten në proces verbale marrëjesh në pyetje, dëshmi dhe dokumente të inteligjencës së asaj kohe. Informacionet e siguruara nga inteligjenca e Bosnjë-Hercegovinës u bën të njohura për publikun e gjerë në mars të vitit 95, kur në gazetat italiane u publikua një lajm tronditës. Në shkrim vijej në dukje në formë e tmerrshme e turizmit e shfaqur gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa media italiane ekspozonte krimet e pabesueshme të luftës që forcat çetnike kryenin nën emërtimin turizëm luftë. Sipas gazetave italiane, nga disa aeroporta në Evropë organizoheshin fluturime speciale të fundjavës drejt Bosnjës. Qëllimi i këtyre fluturimeve, siç shkruante shtypi, ishte të merrje pjesë në vrasjen e organizuar të Sarajevës. Gazeta vjesnike botuar në Zagreb, duke u referuar lajmit të korrespondentit në Rom, Besker, të publikuar në vitin 95, shkruante se nga disa aeroporte evropiane realizoheshin rregullisht fluturime të veçanta lufte drejt Bosnjës dhe se pjesëmarrësit paguanin për të parë ato që dëshironin të shihnin dhe pastaj ktheheshin mbrapsht. Në artikull flitej për llojin më të tmerrshëm të turizmit të luftës që është dëgjuar donjëherë. Vijej në pah se kjo nuk ishte thjesht një aventurë apo kërkim adrenalini, por një shembje e plotë e humanizmit. Raportohej se këta turistë çoheshin në pozicionet e snajperëve përreth Sarajevës, ku shikonin zjarrin e hapur ndaj të moshuarve, grave dhe fëmijëve. Madje edhe vetë merrnin pjesë në këto sulme kundrejt pagesës. Në të njëjtën linjë, gazeta italiane Corriere della Sera shkruante se këta turistë të pasur jo vetëm që shikonin luftimet, por përdonin hells granatash, merrnin pjesë aktive në sulme dhe madje vepronin si snajper duke shënjesur civilët. Sipas gazetës, këta persona nga pikat e larta të vijës së frontit qëllonin mbi gra,
fëmijë dhe civil që përpiqen të sillnin ujë. Qyteti shndrohej në një poligon qitjeje ku njerëzit përdoren si objektiva të gjallë. Pas publikimit të këtyre informacioneve në vitin 95, edhe zjarrfiksi amerikan John Jordan, i cili dëshmoi në vitin 2007 në gjykatën e Hagës për krimet e luftës në Jugoslavi, paraqiti vëzhgime të ngjashme. Jordan deklaroi se gjatë shërbimit të tij në Sarajevo kishte parë persona që qartazi nuk ishin vendas. Ai shtoi: "Nga veshjet, armët që mbanin dhe mënyra si lëviznin ishte tepër e dukshme që nuk ishin vendas. Ata drejtoheshin nga persona të zonës, ishin si të kishin guida pranë tyre." Kur gjyqtari i kohës Patrick Robinson e pyeti Jordanin se si dallonte luftëtarët vendas nga të huajt, ai u përgjigj: "Po, jam i trajnuar për të vëzhguar detaje. Ishte tejet e dukshme që këta njerëz shëtisin dorë për dorë në zona që nuk i njihnin." Jordan përshkroi edhe veshjen e snajperëve të huaj. Ata mbanin një përzierje rrobash civile dhe ushtarake, por ajo që i dallonte më shumë ishin armët. Luftëtarët vendas përdornin modele të caktuara armësh, ndërsa këta të huaj mbanin armë që i ngjanin më shumë pushkëve të gjuetis, të ngjashme me ato që përdoren për gjuetin e derrit të egër në Schwarzwald. Nuk ishin të përshtatshme për luftë urbane, ishin të huaj për mjedisin, amator, por të rrezikshëm. Sipas pretendimeve, snajperët e huaj që vinin në rajon fillimisht ulshin në Beograd, prej nga merrshin edhe dërgoheshin ose me helikopter, ose nga rruga toksore drejt pozicioneve rreth Sarajevës. Dërsa për pyetjen se pse njerëzit nuk kanë folur deri më sot, ish zyrtari bosnjak i inteligjencës e shpjegon këtë me fjalët e mëposhtme. Edhe sot disa dëshmitar heshtin për shkak të presionit nga shërbimet e sigurisë serbe. I njëjti ish oficer i inteligjencës shton se një pilot serb i cili kishte transportuar gjuetarët në Beograd, në rrethinat e Sarajevës, u detyrua ta tërhiqte dëshminë e tij pasi familja ju kërcënua nga agentet e shërbimit serb të sigurisë BIA. Pas publikimit të dokumentarit Sarajevo Safari të Miran Zupanić në vitin 2022, pretendimet e paraqitura në film, veçanërisht në Itali, shkaktuan reagime të forta. Në dokumentar pretendohej se disa të pasur italian gjatë rrethimit të Sarajevës dërgoheshin kundrejt pagesës në pozicionet e snajperëve serb, ku qëllonin mbi civil për argëtim. Këto pretendime krijuan tronditje të mëdha në Itali dhe prokuroria e Milanos hapi në vitin 2023 një hetim paraprak zyrtar. Sipas raporteve të fundit, prokuroria e Milanos ende nuk ka bërë publik emra të dyshuarish, përgatitur një akt akuz zyrtare. Arsyeja kryesore është se ngjarjet kanë ndodhur 30 vjet më parë, në disa shtete të ndryshme, çka e bën mbledhjen e provave të vështirë, qasjen në arkiva të kufizuar, dëshmitarët të moshuar ose të ndjerë. Prokuroria ka kërkuar ndihmë zyrtare nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, por Gjykata Shtetërore e Bosnjës nuk ka dorëzuar ende dokumente përfundimtare. Prokuroria e Serbisë nuk ka dhënë pothuajse asnjë material. Bashkëpunimi i Serbisë vlerësohet thuajse zero. Materialet e marra nga dokumentari i Zupanić janë bashkangjitur në dosje, ndërsa prokuroria i ka kërkuar regjisorit pamjet origjinale të plota, të dhënat identifikuese të dëshmitarve, raportet mbi gjendjen e tyre. Në këtë proces është të përfshirë edhe emri i presidentit serb Aleksandar Vučić. Gazetari hulumtuese kroat Domagoj Margetić ka paraqitur kallëzim penal kundër Vučićit në prokurorin e Milanos. Sipas tij, gjatë luftës snajper të huaj dhe njësi ultranacionaliste serbe shkonin në pozicionet rreth Sarajevës dhe kundrejt pagesës qëllonin mbi civil të paarmatosur. Margetić pretendon se Vučići, i cili në atë kohë ishte një vullnetar i ri, kishte qenë i pranishëm në njërin prej atyre pozicioneve. Në mënyrë të ngjashme, avokati serb Čedomir Stojković deklaroi se këto pretendime duhet të hetohen jo vetëm në Itali, por edhe në Serbi, dhe njoftoi se do t'i paraqesë një kërkesë zyrtare prokurorisë për luftën kundër krimit të organizuar. Vučić, duke folur për këto akuza, i quajti ato thrillime të neveritshme. Ai deklaroi: "Nuk kam vrarë askënd, nuk kam plagosur askënd dhe nuk kam bërë kurrë diçka të tillë në jetën time. Nuk kam qenë kurrë snajper gjatë jetës time." Ai theksoi se të gjitha këto pretendime janë pjesë e një fushatë shpifse që synon ta paraqesë atë si një përbinjç dhe një vrasës pa djenja. Gjithashtu vurri në dukje se fakti që këto akuza po dalin në një periudhë kritike, kur sipas tij Serbia ndodhet nën presion politik, nuk është as pak rastësi.
Vučić deklaroi gjithashtu se do të angazhoj avokat ndërkombëtar dhe do të padis The Guardian, Daily Mail dhe media të tjera që e lidhin emrin e tij me pretendimet e Safariut të Sarajevës. Të gjitha këto zhvillime tregojnë edhe një herë se rrethimi i Sarajevës nuk ishte vetëm një bllokat ushtarake, por një tragjedi ku u shfaqën anët më të errëta të njerëzimit. Edhe pas dekadash, plagët e hapura në kujtesën e qytetit dhe të viktimave ende nuk janë shëruar. Debatet rreth Safariut të Sarajevës dëshmojnë se krimet e luftës nuk bien në harres, se e vërteta ka fuqi të dalë në dritë edhe pas shumë vitesh dhe se kërkimi për drejtësi vazhdon ende. Dëshmitë që dalin sot nuk ndriçojnë vetëm një faqe të errët të historisë, por kujtojnë se ruajtja e kujtesës kolektive është thelbësore në mënyrë që krime të tilla të mos përsëriten më kurrë.